Ky emision mundësohet nga Podravka. Thua juhu, kushe Podravka. Thua juhu, e ngrotësi në stomak. Thua juhu, me sup të këtjellë të. Thua juhu, dua të njëjtën. Me zë juhu, për supën krem. Me zë juhu, në çdo moment. Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgadit supën, krijon ndjenjën. Nëse më të e të përru? Shkojnë. Tet. Shumë e shishme. Sta pa akri. Heraja për këdhe hapine e bëhet sikur nuk më sheh. O sa bukur i paskara, festani kuqo me dantela. E sonte ne do ta hedhime një valle të ëmbël si qërshi. Mos thuaj nuk e di, ndiku thellë në ty. E shoh një shkandi, sa herë të shikoj në sy, o moj, ndiku thellë në ty. E shoh një qërshi, sa herë të shikoj në sy, o moj. Shte pas ka hije kjo gërëshe, s'di pse bësh si kur nuk më vlet, o si kur të kisha pran. Një grusht qërshi do të kisha dhan. E sonte ne do të hedhime një valle të ëmbël si qërshi. Mos thuaj nuk e di, diku thellë në ty. E shoh një shkandi, sa herë të shikoj në sy, o moj, diku thellë në ty. E shoh një qërshi, sa herë të shikoj në sy, o moj. Fantastike, faleminderit shumë, mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur. Jemi me një tjetër edicion të emisionit Pasion e Profesion. Jeni bashkë me mua Arianën dhe do kemi mysafir shumë të lezetshëm sot. Së pari, dua ta falenderoj Podravkën, e cila e mundëson për të 6 vit me radhë edhe këtë emision, Pasion e Profesion, por unë pa humb shumë kohë, kisha dashur me ftu mysafiren këto. Është një mysafire shumë e lezetshme, është një yll i TikTokut, e keni qëndru 24/7 me të dhe është shumë simpatike. E ftoj bashkë me mua Vesa Vlasaliun. Përshëndetje Vesa, mirë të gjitha. Është shumë kënaqësi me të vajsë në studio. Faleminderit. Sa bukur dukesh? Gjithashtu faleminderit. Vesën sot ju thash që është një yll TikToku, por jo vetëm. Jeni mësuar me qëndru me to, me pa jetën e saj, që shë bën brenda shtëpisë të Big Brother, por Vesa nuk është e tëra, është një vajzë shumë e mirë, shumë e sinqertë, shumë simpatike, po të cilën do ta shohim edhe në dimensione tjera, apo jo Vesa? Qashtu është, përse ta komar? Do ta shohim sot duke përgatit, po Vesa me kë ke ardhur sot? Komar me një shoqe shumë e veçantë, Okej? që ka amin Vlerta, e komar se du me rahatu se ka po moshën do t'u martu.
Kështu që Se me njëherë stati këtu. për çfarë thanë sa shtrahatoj për një Ende nuk harç. e keni pa, tash po e shohim e presim edhe Blertën, edhe mandej i presim reagimet prej juve, ka dale. E presim edhe Blertën. E ja Blerta. Blerta. Po mdoket se në ka dojnë me nxetë. Blerta, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. A ju thash prit një pak se keni me pa. E kemi një Dua Lipa. Pak. Një Dua Lipa. Po juftoj unë me uratu në për vendet e juja. Mirë se erdhe Blerta. Mirë se u gjatëm. Faleminderit shumë që keni ndoa kohë për me qenë pjesë e emisionit. E falenderoj gjithashtu edhe duan tonë fantastike, Elmën dhe Urimin, cilët na disponojnë këtu gjithmonë me muzikë. Jeni ratu në për vende, i zgjatë kështu vendet pëse? Pse vendose me najtë qëto, ves? Ja nisi me shkuanina, thash atë që me marrë pra që ta. Blerta me mikë, po mdoket, po jo. Jo. Pak. Goca po ndjeni rarë, po besoj. Keni peshk për para, po më po eftoj Andin, së pari unë atë regu se çfarë recete kam e përgatit. Andi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në pacient. Sot Arjan këna më vendosë me bo peshk. Këna me bo 2 receta me peshk. Okej. Peshk është i llojit levrek. Sigurisht do ta shoqëroj me melmesat e Podravkës. Patjetër. Vesa më ka thonë që din kuzhinë. Blerta më ka thonë që dhe sot do marrim vetë. Është din më mirë. Sot po e Që shohim. është e lehtë. Hajtë se edhe Blerta s'është keq. Jena mësu, hajtë. Veç jena mësu mu pështjel dyja, të njana e tjetra mu rok her pas herë, sot zdi që E funksionoj. testomi, se ti qanina, unë e knina. Po besoj që keni me adal, po edhe Andin e kemi kështu që për gjithë shka. Faleminderit. Faleminderit. Sa të i kemë shpresat. Unë juftoj pra me i marë shportat i keni aty nga ETC-ja, edhe me shku të këndi i ETC-s, me i marë disa nga produktet që ju duan juve, e shini ju se qka ka, janë gjitha gjërat. Blert, hecë me shka dush. Hajde. A i keni marë kartelat me vete? Gjë, pa kartel zbanë. Vesës jena. Zgjedhe ma latë. Me i marë produktet që me ndoni ju që ju duan, për recetën e juj, po gjithashtu shikuj se dashur, tek ETC-ja mundeni me i gjithë gjitha produktet e mundshme, se ka gjithë shka. Edhe janë me qmime shumë të arsyeshme, dhe po besoj që gjithë ju e vizitoni dhe bleni produkte aty, sepse ashtu ja bëj edhe unë. Vajza, dhe ju besoj që bleni tek ETC-ja, apo jo? Po, normal. Gjithë, du ma thonë e pa gluten. Qka po doni me marë? Qa po marrë i Blert? Po pret Blert, a me kësyrë qka po del. Dëm se gjithë që shto do na me këshyrë për Pas para. ta kena bol, edhe te janina dhe une. Regull pra, derisa ti meni ju produktet, të vendosni se qka ju duhet, atëherë shiko se dashur ne po shkëputemi për një blok të marketingut, që ndrojnë me ne sepse kthehemi vetëm pas pak. Shikoj se dashur, u rikthyem përsëri këtu bashkë në studion e Pasion e Profesion. Përderisa Vesa dhe Blerta i kanë marrë produktet, unë po u du me ja qitë Andit një qaj. Vesa ta marrë e pas ke marrë një qaj nga ITC-ja. Po mëre. Po e marrë unë një qaj, Andin s'po e lo me vendosë sot. Heq. Një qaj ment nga Podravka, i cili është shumë shëndetshëm edhe shumë i mirë. Po mos ta harroj ujen. Për pak më nisë, veç me qaj. Andi, ment, Se kësha marrë me vetë. s'po t'lo me vendos heq. Hajde, Arjan, se gjithë veçone të mënu. Derisa të ratohen vajzat me produktet, Edhe këtë më qitë ashtu të këtë pilote janë. po krej, Hajde. po t'ri gati sot. Edhe mësafiri din me bo bukë, sot dhe në veç. Veç Asa me me najt. lejtë, po. Edhe me hongër në fond, se tash veç iftari ju bo. S'mda me përfundu krejt punën me s'ka qërë. Faleminderit, Arjana. Se Leno Andi kërkan. Qika, që shene? Shumë mirë. Që shpëndjene tash që keni me punu, me përgadit? I keni përparësit për para, edhe mundeni me i vendos, mundeni me i vendos edhe gjërat të produktin mbi tavolin, edhe me fillu punën. Me fillu me përgadit ushqimin. Nuk e keni qaq lejtë që keni mendu. Se Veç Vesa shpesat i po kemi mduket të ka thonë andem. po vi me Blertën, po se Oho, ka di që i faleminderit. ka gja punë. A ves?
Qysh, më falë? Po më doket ke thonë po vime njëherë, po nuk e ke ditë që del ka gja punë. Tash. Aj dasha mi e kalëzë familjes tam që di me gatu, se po thojmë veç këta. Po e ke edhe si një lloj tradite, më me thonë, apo jo, sepse në Zvicër edhe kene restorant, edhe është traditë familjare. Besoj që den. Po, na që 22 vjetë e kena restorante, shto që e ju më rritë, di me gatu, jash shqiptarske, ose italianve, Zvicronit, ke këtu sene, kështu që edhe peshko. Po çka të pëlqen mas shumë ti me përgatit? Peshk, okej. fruta detit, edhe normal pasta. Po, si në bek, krejt e kam po që i bëj palacinkat e famshme. Po. Që shpresoj edhe Blertës i kam pëlqy. Po tash po e pysim Blertën, se Blerta kam nga të rëgu dhe paka shumë se qysh jeni njoftu ju të dyja, besoj keni një shoqësi goxha të shnosh, edhe Blerta nga të rëgën pak ma shumë versionin tënd, se qysh jeni njoftu me Vesën. Me Vesën kemi pas shoqënit përbashkët, ku na ka ra me unë njoftu, edhe prej fillimit energjia jonë ka qenë paka shumë e njëjtë. Kështu që prej që aty ka fillu shoqënia jonë, kemi fillu me nejtë ma shumë bashkë, edhe ma ndej ma prej se ka dalë prej bigët. Jemi tuj se të në kohën, dhe shkuna i Vesa në Zvicër, ka njëherë, që më tralëson, po mirë. Tash kjo i kja në Zvicër, po më duket që nuk do në me ndodhë mua, po jo. E ka dhe shoqënin e duhur këto, kështu që se lojna Vesh ndo një pushim, si atëherë kur ka alë prej Zvicës në pushim në Prishtinë. Pak, Po jo. ju më zhvendos, Okej. po e kam familjen tem, babe, nane, vlaun. Kështu që ka ana mamit krejt janë Zvicër, duna mi vizitu. E kom lënë një herë mujt, po shkoj 5 dhe një javë, kanë qeve edhe familja jam se zvinë, punë, këta punojnë shumë, e s'mojnë me ardhë. Normalisht. E unë e moj mi këshirë punë, moj edhe pi Zvicrës me punu, shtë që du të me shku ka një herë sinë, po shem. Do të thotë shikues të dashur, Vesa është zhvendos në Prishtinë. Nuk jeton më në Zvicër, jeton në Prishtinë. Prishtinë, bile Prishtinë, e jo në Gjilan që ka me nuk krejtë. Po që pëndijesh, tash, sepse është goxha një ndryshim kur kthehesh për një vendi si Zvicra, me jetu në Kosovë. Ndim shumë rahat se është vend lindja babës tem dhe njerëzit jo ma ndryshe. Prishtina si Prishtinë shumë pozitiv, po më do këtë muë, edhe mund është më rahatu vetën që shdonë, mund është me dalë kafe, me vetë gjdo njeri vjen. E në Zvicër është pak ma zërë se krejt na për punë, edhe lodhen. Edhe pse tash edhe ne në Prishtinë kemi fillu. Mos me pas ko. E vërtet, po prapë se prapë, për shoqni, për familje, gjenë ko, si do mas Blertën, Blerta punon shumë, e ka punën e vetë, po prapë se prapë, Blerta, a po vjen? Kom nevoj me pi një kafe. Jo një kafe, po edhe është avokatja, jeme për ndryshe, e thiri çdo herë, një monë se unë hala si mësu, si di, që po thonë, politiken, do loverat, edhe e kam Blertën që i besoj që një monë. Ka i den, do me thonë, do loverat. Dikush do të me dina se si di unë edhe bileti. Edhe qaq. Po, qish është një mu, jem të një mu edhe unë e kësoj. Normalisht. Mja gjithë fatin, okej. Nështë ta edhe prej emisionit Pasion e Profesion, nështë ta e gjenë edhe fatin. Blerta, si ti është? Blerta, po, na të regoj Vesa që punon shumë, apo na të regon si qka punon? Po. Qka mirësh? Mirëna me dekorim dhe organizim të eventeve. Jom tash gati që 2 vite që e kom hapë firmën tam, e ka emrin Fjong Events. Dhe emri shumë i bukur që nga. Mirët shumë, që kjo konë sfida me madhe dërisa e kom vendos emrin, po mirë. Mandej tash të marrë me evente. Qësh po shkon gjithë shka? A je shumë angazhume? Po, është punë kogja me stres edhe që i donë se cila ato i ka streset e veta, po që është prapë diçka shumë e mirë. është puna që e bëj me qef, me shumë dashni, edhe që në fund kur dalin eventet mirë është gjithë shka okej. Kryet e krejt puna edhe që atëherë edhe Pagjumësia, lodhja, krejt ato harohen edhe gjithë shka është në regull. Edhe më ndej duna me dalë pak me vejtë. Me shiu kohën të aman. Po, që ke punt me ushqimin?
Në fakt mirë shumë, po zakonisht pjesa kryesore është në hashëm, që ato e kam pjesën më të mirë të ushqimit. Me pregadit më bjen pak ma rallë, shkaku edhe i angazhimeve të punës, po sa herë kam kohë, po mundohna. Edhe tash që po është vejsa gjatë gjithë kohës, kur po jemi bashkë. Po ushqimi preferum i Blertës? Nuk është që kam ndonjë të preferume, kryesisht. Me ushqimin e detit? Me ushqimin e detit, po edhe jo. A je lumtur që po përgatit peshk? Për peshkun po. Po kur jemi tek levreku është një nga peshqit më të shishëm dhe më të mirë në botë. Gjithashtu ka edhe vitamina të shumta, ka vitamina A, B, C, D dhe E. Por diçka që unë nuk e kom ditë, që e kom kuptu së voni, është që levreku ndihmon edhe në lëkurë dhe gjithashtu edhe në flokë. Pra, Vesa dhe Blerta, nëse keni nevojë me ju ndreq flokët, me ju përmirësu lëkura, ose kushdo nga ju shikues, hani levrek se po ndikoj ke. Sepse unë kom fillu me hongër ma shumë. Nështë apo vret prej flokëve, nuk e di që shikon flokë të Vesë, po... Në shëndet. Prej levrekut. Prej levrekut, epa. Pas ke shumë flokë të mira, ishë më stanin. Faleminderit shumë. Vesë, po, qka ki qef me hongër ma shumë të em? Pjoshime që shtoa? Po. Valla palacinka. Palacinka, okej. Palacinka dhe bigut. Po, valla. Unë s'muj me hongër çdo ushqim, duna gjithë special. Po. Se jam pak intolerante ndaj glutenit edhe laktozës. Po. Kështu që nuk muj me zgjedh shumë. Po. Po, ka njëherë valla dhe pitet i ha. Ka njëherë, mi aprish. Mi aprish. Po, kur t'jesh në Kosovë shkon me hongër tradicional, ata s'kan. Ki qep me hongër pite ose fli. Po zakonisht, kuj shi, shoqnia, kur i bojnë nonat pite me lakën, valla as menoj dy herë. Kom qef i du. E hanë, provon. Po normal. Tani kur Nuk janë të pa rezistushme. Valla, kur penin familja jam, ka gja po nervozohen se ta mundohen me bo sene pa gluten, mu me pas kujdes, a knej unë e hak si sene ka njëherë, po bojë nervoz. S'ka problem, do shtë nda janë me aprish. Barke valla dhem. Njëherë muj. Valla, njëherë njofë, ka njëherë valla fe bajt, po shnashë, kur t'jesh Kosovë, unë e këshyrë. Po të flasim pak edhe periudhën e i përmendëm shumë palacinkat e bigut, po të regona që shkallove në atë periudhë, përse ke folë shumë, ke qenë për intervistat të ndryshme, cilat edhe ke të regu eksperiencën tënde, po si ka qenë gjithë shka për ty? U konë një eksperiencë shumë e veçantë, që shë kom cek edhe në tjera një intervista, që nuk i bi pishmon, edhe kom njoftu njerës të ndrysh, që kom halon kontakt me shumicën, që ka është ma rëndësi për mu ke që do shta me njoftu njerës të reja, që e din që ish është me njoft njerëzit, më kom ftyrë publike, edhe pse përdo s'jam ftyrë publike, thonë qëfar vipi është kjo, po për gjeneratën tem, edhe ma trija. Që do me thonë? Gjithë shka, kanë qef, si do mos qika të reja, po thamë dejnë 16-18 vjeqar, se di, po më shkrujnë që më shofin si idol, s'di pse, edhe më vjen prapë se prapë më vjen mirë. Do shta njëra prej arsyeve është edhe që je një vajzë shumë e sinqert? A mendon kështu? Unë e mendoj që jo vetëm sinceriteti, po edhe vetë besimin që pe shprehi, edhe forcën që muj me bo edhe me arrit senet vetë, pa burë, pa një mashkull, e që kjo është ma rëndësi për neve femnat. E ndoshta që ajo që du me shprej. Po besoj që edhe nuk e ndjerë mungesën e një mashkulli në jetën tënde. Jo për qarti. E kom babën, që e kom përmen shpesh, që edhe apet e përmeni. Po, na je kena arë me një kohë që mujna më konë vetë vetja. Mu me senet vetë mi arrit, zot në përmes një mashkullit. Edhe që ajo më vjen mirë kur isha pozitivitetin në komente, ose DMs kur më shkrumi në për Instagrama. Po. Për mendimi jem që kjo është nështë që më dojnë. Besoj që shkrujnë shumë me shkuj, po
cili është komplimenti më i mirë që e ke marrë prej një mashkulli? Tash kohëve të fundit. Ma dojnë buzëqeshjen edhe gjatësien. Edhe pse në komente më shkruaj pak, kjo si, më falë shpreje, si pelë, si kali, si stupës. Si sene, a life, ta du gjatësien, e kështu sene, kështu që kjo është. Meshkujt më shumë ti të tërë hek gjatësia, edhe buzëqeshja. Edhe buzëqeshja. Po s'kan faj. Nuk kanë faj. Nuk kanë faj. Blerta, si po të shkon? Mirë shumë. Më duhet me tregu vetën, se masi kemi arë me mision. Me tregu vetën edhe masi i tha, Vesa, du të mja gjetë një burë. Duhet më kallëzu që di diçka edhe unë. Shikues se do është me ndëgju edhe një këngë nga Urimi dhe Elma, edhe pastaj me shiku se si për ju shkon procesi i gatimit dy mysafireve shumë simpatike tona. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always want to talk it through. I don't care. I always have to comfort you everywhere. But that's what I need you to do, stroke my hair. 'Cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you, my lady boy, said you should be stronger than me. But instead you're longer than frozen turkey. Why'd you always put me in control? All I need is for my man to live up to his role. You always want to talk it through. I'm okay. I always have to comfort you every day. But that's what I need you to do. Are you gay? 'Cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you, my lady boy, said you should be stronger than me. 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 Faleminderit shumë Elma dhe Urem. Vesa vetë se e ka fut peshkun në furr. Po Blerta shojmë, Blerta, si po të shkon? Mirë shumë. Po më duket që je gati edhe ti më përfundim, apo jo? Po edhe pak, po. Okej, super. Tash deri sa Shumë, martohu me mami. Fejti, masi ti emisioni verës. Opa! mundemi me pas edhe darsëm. Kretë ftumje. Vesa po na ik pak pyetjeve, po ma si po dënë me ratu, ka të shumë shoqen. Për veti, kur kime u ratu? Ose a i ratu? S'ka përgjimje. Kur mundemi me prit diçka? Njëherë, ja nisa projektin, ta? Po, hajde të klasim pak për projektin, pra. Ja kom nis me vloga, Po. që i shefnit këto dite. Edhe që ajo është prioritetje jem, nështë e kam dikon edhe prezentojnë vlogat mija, nuk e dihet. Okej, do të qikues. Mund të kemi befasi nga Vesa. Mund të ketë diçka të rej, po s'po na të regëm bashkë të në emision. Nasha kam diçka të rej, nasha s'kam. Nuk i dihet. Okej, po e presim pra me pa dhe mbu. Vish mu në për loga, si dihet. Nasha dhe vish blertë, nuk i dihet. Edhe mendojnë gjithë shikuesit që është Dua Lipa. Hin TikTok live e marrë gjithë me veti,
Se Blerta ka gja full. Ba muhabet, ban hajgare. Por është i live. Nuk fol. E goja më shelët. Si mi thonë da veç fëmive, nana që i thëmë fëmive, qim, mos fal. Uj. Bash që shërën, edhe s'bën muhabet heq. S'kesh, veç këshy, tani kaj po të mënuën që është Dua Lipa. Këtë si Dua Lipa. E ka. Edhe bile është një artist, një rapper, që ja ka njës me hika një hen TikTok me neve. Bile të dhejke me të marrë në klip, ose me dalë me një kafe, me më fotografi, keshe Dua Lipa. Blerta... Të bom hupën shansat, mande. Po nga të regove që merësh me një biznes të ndin që e ke për dekorime, po sa gjenë ko për me udhëtu? Gjeko, në faktikisht jemi tipik prej shqiptarëve që në momentin që na vjen puna për me pas diçka të qefet tona, e gjejmë kohën gjithësysh, kështu që po, tash sidomos që e kemi edhe shumë a letë, po. Tash shumë a letë. Po cili është vendin ndoshta i preferuar i Blertës për me vizitu? Milano jom konë së fundmi, që më ka pëlqy shumë, kështu që për momentin mbetet. Po sa e shfrytëzon kohën edhe ndoshta kur Vesa e viziton familjen në Zvicër me shku dhe ti me ju bashkan gjitë? Së fundmi, kur ka qenë, jemi taku edhe atje, unë kam qenë në Gjermani edhe jemi taku edhe në Zvicër pak. Kështu që tash të këqyrim, tash e tutje, po besoj të shkojmë edhe bashkë. Okej, tash e tutje keni me shku dhe bashkë. Po Vesa, ti kemi pa shumë aktive, udhëton, je aktive në TikTok, në Instagram, në rrjetet sociale, po me kë udhëton mas shumë ti? Me ka në staj mas shumë ti? Allah me familjen temë. Prej së femis, njëherë në veç ka ishme në Kosovë, pushimet e tjera, ja jena shku në Amerikë, se kam një gjënë temë në Amerikë. Po? Shka ishme vizita ishme atje, ose në Istanbul, Turki, përgjithësi, edhe vend të ndryshme, Italia, Franca. Kena qef që shto mi vizitu do vena që si kena po hala, edhe shpresoj që jam të i pik babit edhe mamit me shku Tajland, po qëfar ushimi me hangër atje. Dhe shpresoj në shta mi andrejgj vizën Blertës në shavje me mu në Tajland, nuk i di. E di që Blerta spriton. E di që spriton. Po besoj që nuk refuzon. Po cili është vendi i preferuar i Vesës me vizitu? Mu më belqe mas shumë ti New Yorko. Okej. Se është qyteti gjallë. Po kur shkoj New York, e dim që New Yorku ka popullsi shumë, por gjithashtu edhe ka kultura të ndryshme. Cili është ushqimi që ti kur shkoj New York, a hanë mësë shumë ti? Alla hamburgera ti ha. Okej. Ato e ki ha. Hamburgera ti ha edhe ka hot dogs, ka në për rrugë që mund është me ble, që janë halal. Që ato janë dy që i ha edhe mas shumë të janë tacos që i ha. është një kompani që është në Amerikë, që na se kena në Zvicër, edhe i bojnë të mira. Edhe pse në Amerikë nuk e dojnë qatë restoran, unë e valla, menz espres, kur qkaj në Amerikë qatë e më shku me hangër, se vëni me takot i bojnë shumë të mirë. Po edhe me zi po presim e pa dhe shka ki përgatit ti. Valla shumë qishëm po doke, që pak ma herët e vërtet u dok shumë e shishme, po e shojmë edhe në fund të gjithën. Aj, ishallah e hanandi. Po besoj që po. Ama Andi do të me thonë që ushqimi jam u kanë maj mirë, flutna. A është që kjo me njofësi Dohet për pik. Me njofësi që kjo është? Dohet për pik. Për qarë pikë? Rova! Që shto harron shpesh, ta njën e po mes. Do s'tani se dhe ti po harron shpesh. Në dalë vjerës për parë, kjo pa ditë kur gjëmë dhe. Hajtë se. Sohet. I dhe mësën vjera. Pa tjetër. Unë them gjithmonë se tash në YouTube mundesh me pa receta ndryshme dhe mundesh me përgatit ushqimet ndryshme edhe me dajt njejt. Sidomos kur ke edhe produktet mira, shembull pash që i keni përdor edhe produktet nga Podravka me mesat, cilat i përdorim gjithmonë edhe në shtëpit tona. Vegeta gjithashtu, po e marrë këtu. Vegeta është vegeta numër 1 në botë, është shpallë. Dhe është shumë e shishme. Unë do me thonë, gjitha ushqimeve i vendosi veget, sepse merë shije krejt tjetër. Merë shije shumë të shishme. Do të thotë e ndrejt krejt ushqimin.
A pajtosh, Andi? Pajtohem me ty. Gjatësisht. Beson që edhe italian të përdorin. Që e di unë. Vesa, pra, qa që ka othu, i një edhe kultura e ndryshme, e din edhe qka përdorin italianët. Normal. është diçka që jep shije. Normalisht. Vegeta, unë thash, ndreq krejt. Aroma do të me pas mas mirti. Nëse si ki, nëse sa veget. Prishet, bre. E shikoj se dashur për diri sa mysafirët tona janë në proces, janë duke u pjek dhe duke u fërgu. Po shkëputemi për një blog të marketingut edhe kthehemi vetëm pas pak. Kompania kroate Podravka si sponsor general i këtij emisioni për të 7-in vit radhazi shtroi iftar për kategorinë më të dashur për të gjithë ne, për shoqatën e pensionistëve, sepse ata më së shumti ka nevojë për dashurinë dhe respektin tonë. Ndjeki materialin në vazhdim për më shumë. E ndoqëm edhe materialin së bashku, e jemi rikëthy në studio, ushqimet janë gati, i kanë përfundu Vesa dhe Blerta. Une, diçka kom najtë sot veç të shkjolule, nuk e di pse, po duket shumë bukur, të ashtu e gjithë studio po duket shumë bukur, sepse këtë studio e ka reguluar edhe është përkujdesur me këto lullet kaq të bukura, 3D Deck and More. Mundeni me vizitu faqen e tyre në për rrjetet sociale. Qysh ju shkaj? Po du me ju pyt juve dyjave. Vesa e lodh. Jo, si ju m'lodh, po ju mund tu që t'asht. Je unë tu. Si alo krejtoni. Veç një ta provojnë edhe one e hotani. Edhe one kom e provu pak edhe i japim komentet në fund. Andi, e ja pak. Mos të reveqatje. Blerta, që shkoj për ty? Mirë shumë, shumë mirë. A e pati të vështirë? Jo, gjithë shka shkoj shumë mirë, shtu që po besoj që edhe shia ka me konë shumë e mirë. Po Paktën besoj. ira shka i vjanë shumë e mirë. Po besoj që po, sepse po duket shumë bukur. Andej, po unë me të pyet ty diçka, sa janë kosovarët konsumues të peshkut? Ajo, me të kallëzu Veçantit levrekut, masi që edhe kemi përgadit levrek sot. Me të kallëzu drejtën, viteve të fundit ka fillu ma shumë konsumimi i peshkut, sidomos i gjitha gjonave të detit, Po. se ma heret nuk o konë këj konsumim.
po nështë tani është të lexu, të dalë, të po që ka benefitet mira, konsumimi i senave të detit, ka fillu shumë. Është adhoni në vendet ku punoj që është kërkesa madhe për me hongër ushqimet detit. Që thashë të majerët gjitha benefitet e levrekut, kësha dashë me shtu se levreku ndihmon edhe në qetësimin e mendjes, qetësimin nervor. Si krejtë si te, ka jaka njësë me lexu njerës atë po i hajnë, apë që? Faleminderit për këshilla. Këto informata dhe këshilla janë gjithmonë të mirë pritura edhe normalisht që na duan gjatë jetës tonë. Jemi gati, apo jo Andi? A jemi gati me i provu ushqimet? Gati me kritiku. Hajde me kritiku. Shkojmë pra. E shikues të dashur, para se me iftu Vesën bashkë me Blertën me arme nga prezentu ushqimet, unë kësha dash me ju të regu diçka, sepse nuk muj me kalu Premium Bakery, cili na sjell këto bukëzat e fshatit me çmim promocional për shkak të Ramazanit, mundeni me i ble dhe me i pjek në furr vet për 5 minuta edhe me i ngrënë të nxehta në iftar. Janë me çmim 89 cent. Gjithashtu këtu e kam një tartë. Po ndrohet gjyra për javë. Po, qësa e shish me doket. është vjollce dhe çokoladë, sepse kjo vjollce është me fruta mali. Është tepër e shishme. Është tartë me fruta mali, e cila vjen me një çmim promocional. Edhe kjo për shkak të Ramazanit, vetëm 11,99 €. Mundesh me e ble kur i thirr mysafirët për iftar. Edhe me bukë, me tartë, me të gjitha. Po gjithashtu mos ta harrojmë, sa shme po duket. T'ja tregoj pak. Ku mos me provu, ku mos me utrash, ku mos me shtu kilogram. Ande. Mos harrojmë edhe bagetin. Bageti ma i shishëm najherë nga Premium Bakery, i cili shitet edhe në Austri. Nga Kosova në Austri mundini me ble, me përgadit edhe ushqimet ndryshme, po kemi me pa, qëta është bashkë se qka përna përgadit andi me këta bageta. Për të gjithë shikus të pasionit, sot kemi vendosur me bo një sandwich me bagetën e Premium Bakery. Është një sandwich i ftoftë, bëhet shpejt. Produktet cilat kena vendosur në qit janë krem djathi, pak salmoni të mosur, avokado, edhe pak rukolla. Së pora e lyj me krem djathi. Shkoj me pak rukolla. Salmoni nëse është i gatshëm, i të mosur, edhe me pak avokado për mi. Kjo pra është një sandwich i shpejt me bukën e Premium Bakery. Unë tash po ulem afër Andit, se jam gati me i provu ushqimet. A jeni gati, vajza? Po. Te Vesa. Inshallah ju ha. Të faleminderit. Që ka bo Vesa? Adesa na të regon që ke përgatit Ves? Po, levrekun e kom prej njëherë, kun qitë vaj olire, me perime dhe e kom marinu dhe e kom pjek në furë. Në furë. A ke e fështirë për ty? Jo, kjo ma një prej matletave. Okej, po du bashkë me pyet Vesën se a ka me përgatit njëtin ushqim edhe në shpe. Normal, gjithë. Njëherë njofë kom peshk në shpe. Një peshk. Në këtë provojnë. Edhe të e ditë sa të shishëm janë ushqimet e detit, po gjithashtu edhe çfarë benefite kanë, normalisht që duhet. Tash kena bëjt më hongër, iftari është gjithë që kry. Unë e komente nuk jap e provu 2 ja. Hajde, okej. Asë në s'pjap komente, veç sëmë së me shëshman. Qa më është mi mati, sa qëto? Hajde Blerë, ta për vendate. Thank you. A shkojnë në vend? Blerë është për më shmështu. Thank you. Unë të shpon doku që nuk mujna me vendosë me së këre 2 javë, se ma ndaj mos për shtyën.
Që dani me na i prish shoqnin, qysh dani? Nuk banë. Dhe sa shikus të shojnë edhe na. Ta bëna tregon që ti përgatit pak shumë. Po, së pari kemi fillu me zirjen e perimeve, mandej kemi prej filetët e peshkut, e kemi pastru, edhe i kemi fërgu bashkë me karkalecat, edhe kemi bo sosin me portokall, që mi shtu ma shumë shije, kemi vendos edhe copsa portokalli. Kështu që ta shumë bejtët juve. Po do këtë shumë e mirë. Shitin e hamatrin. Nuk është shumë i lidhshëm. Jo në rastin tonë. Nëse nuk i ngecën fët, jemi okej. Hajde, okej. Hajde veja sa qërë bleja të sushimin, hajde. Se po thu s'po den. Se veza pas Ka fillu veç me ongër. ka fillu me ongër. Jo, vi që po do këtë bukur, po edhe shumë e shesh me bezë. Hajde, urime shumë bukur po doket. Po do këtë. Edhe pse unë anej ka sendat e furrës që bëhen furrës e ruan vlerat më shumë. Jam kundër përzitjes, jam kundër pjekës, po e ditë mi shit pa mirë produktin e vetë ti. Sot. Urime, për që ta merë me folë. O që inshallah të shojmë kuzhinë ma tepër. E shef një të unë në Insta story. Okej. Ta që tu t'je vesh në kuzhinë, vesh sa të është të gjiru edhe. Faleminderit për këto receta. Dyat janë shumë të sheshme, apo jo ande? Shumë. Faleminderit Dyat për për mu këto kanë receta. shumë të sheshme. Inshallah njerëzit edhe të leqikus të gjejnë vetën të këto receta dhe mujnë mi bu. Po besoj që gjithë qikusit edhe kanë mësu diçka, edhe mënyra që është e tregut, edhe pamja apo do këtë fantastike, kështu që besoj që kanë me provu në ndonjë iftar. 2 opcione i kanë. Po. 2 receta të ndryshme për një peshku. Kanë qa me zgjedh. Faleminderit juve ju. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Po shpresoj që jeni kënaq, ashtu që jemi kënaq edhe ne, po edhe shikuesit po besoj. Edhe besoj që shikuesit kanë me e përgatit ndonjëherë nga recetat, kanë me pas edhe mundësi gjatë iftarit me përgatit, edhe pse peshku që shu tregova është shumë i shishëm, po i ka edhe gjithë të mirat e tij. Faleminderit juve dyjave që na sollët një energji kaq të mirë edhe na tregu që keni një shoqëni kaq shëndosh. Faleminderit shumë edhe për ftesën. U kënaqëm shumë edhe na, kështu që po shpresoj që ju kemi ndihmu ata që e kanë shiku sado pak. Faleminderit për ftesën edhe inshallah shpresoj që e kena dhënë një pozitivitet edhe ku ka shtu thonë banor. Banorë. Banor se Big Brother që të shpia. Shikus dhe inshallah ndonjëherë tjetër. Edhe inshallah ka gjithë derta. Inshallah vlerë! Hajde martohu momit! Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit Faleminderit juve. E shikues të dashur, kjo ishte tëra për këtë edicion të emisionit Pasion e Profesion, por gjithashtu unë nuk kam si e mbylli këtë emision pa i falenderu Podravka, e cila është sponsor general i emisionit, por gjithashtu dhe Andin, i cili na tregon për këto receta ka smira çdo herë, gjithashtu edhe duan tonë fantastike Elma dhe Urimi, gjithashtu të gjithë stafin, të gjithë ekipën të cilët e mundsojnë këtë emision. Por gjithashtu për emisionet të cilat nuk i keni parë ose për receta të ndryshme që interesoheni, atëherë mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Instagram Pasion e Profesion, por gjithashtu edhe në YouTube. E ne shihemi përsëri të hënën nga ora 19. Mirupafshim dhe shpresoj që jeni kënaq. Se më të përru, shkojnë. Tet. Shumë e shishme. Sa për akri. Ky emision mundësohet nga Podravka.